po dështon zgjedhja kryeparlamentares, po dështon Albin Kurti. Ne nuk po shohim ndonjë zgjedhje, nuk po shohim që ka angazhim të kësaj qeverie për zgjidhjen e këtij gërçi politik që është formuar, nuk ka interes sepse sot në sol ishte kryeministri në detyrë, ishte ministra, do të thonë para dite janë deputet, pas dite janë kryeministra, janë ministra, janë zabens kryeministra të cilët e kanë uzurpuar edhe institucionin e Kosovës, qeverinë e Kosovës, po ashtu e kanë uzurpuar edhe kuvendin e Kosovës, duke mos tentuar dhe duke mos i siguruar shumicën e thjesht për kalimin e kryeparlamentarës e propozuar nga kjo qeveri. Neve na vjen keq, edhe pse kemi dhonë alternativa, edhe që jemi mundu që ta zhbllokojmë këtë gërç që është formuar në konstituimin e kuvendit të Kosovës, nuk po mirëpritet nga kjo parti, sepse në rastet të kaluara, nëse do të kish pas propozime të tilla, unë besoj se secila parti i kish pranuar në mënyrë që të kaloj kryeparlamentarit. Kryekput është detyrë e kësaj qeverie me i siguru 61 vota dhe me votu dhe asnjë formë nuk e ka obligim parti tjera me votu një kryeparlamentare, po as kryeministrin e të ardhmen, që nuk kanë ndonjë marrëveshje politike apo nuk kanë ndonjë koalicion politik.